e juaj. Ti Kreshnik për shembull, çat ka penguar ty që të bësh hartën e zonave prioritare dhe ta dërgosh në qeveri? Po pse nuk e ke dërguar në qeveri? Ku e ke dorëzuar? Ku e ke dorëzuar? I kemi shpallur zonat prioritare në Kryeministër. Po ku i ke dorëzuar, mëse zonat prioritare nuk i shpallti. Zonat prioritare I kemi identifikuar, i identifikon, i çon tek Ministri i Pushtetit Vendor, dhe Ministri i Pushtetit Vendor ja jep tryezës qeverisë për të dhënë miratimin. Po jemi duke pritur përgjigje nga SHK-ja, se nëse kanë probleme me Ti nuk e kupton, nëse je duke pritur përgjigje nga SHK-ja, se nuk ta drejtova kot pyetjen, dhe ta drejtova se të pash ty, po këtë pyetje mund të drejtoj të gjithë të tjerëve, edhe ty që tun kokën dhe që njësoj si ai nuk e ke bërë këtë gjë. Nëse ti pret përgjigje nga SHK-ja, ti nuk e kuptuar ligjin. Nuk e kuptuar paketën, nuk e kuptuar asgjë. Sepse paketa është eksaktësisht ilaçi për një dhimbje 30 e kusur vjeçare të njerëzve që e kanë tokën, nuk e kanë pranuar 7501, ose për 1001 arsye nuk e kanë marrë akoma dokumentin që i jep edhe me letër ato që e kanë me zakon, dhe duan të investojnë në tokën e tyre, mirë po, të gjithë kemi ngritur duart lart me vite sepse s'kan letrat.